Mirë, ne do t'i rikthemi edhe një herë lajmit të operacionit për call centerat në Tiranë, ashtu sikur se jeni duke ndjekur edhe me titra në ekranin tuaj. Operacioni i call centerave në Tiranë me masa sigurie arrest me burg për Eduard Dalla, Mateo Hoxha dhe Tedi Agostra, por po ashtu edhe Ledion Toçi dhe Joel Mekolli dhe Marcel Lami dhe Gjoj Hitaj. Janë këta persona të cilët është vendosur masa e sigurisë arrestit me burg përsa i përket operacionit të zhvilluar në Tiranë për goditjen e 3 qendrave të call centerit në Tiranë në 2 zonat të ndryshme, në zonën e Kopshtit Zoologjik, por po ashtu edhe në rrugën e Kavajës. Në këtë të fundit, aktiviteti, ashtu sikur se bëm të ditur që në nisje të këtij edicioni, dyshohet se është zhvilluar në 3 kate të një godine. Ndërsa gjatë operacionit janë gjetur 10 persona që punonin si operator, ndërsa vetëm në një prej qendrave janë konstatuar rreth 60 punonjës. Por po ashtu, duke u ndalur edhe tek masat me masë më lehtësuese të ndalimit të daljes jashtë vendit janë Eida Vogli dhe Ledion Cenaj. Janë 2 persona me masë më lehtësuese se sa personat e tjerë të cilët janë me masën e arrestit me burg. Eida Vogli dhe Ledion Cenaj janë me masën e ndalimit të daljes jashtë vendit dhe ndërsa personat e tjerë të lartë përmendur janë në arrest me burg përsa i përket pikërisht operacionit për goditjen e 3 qendrave të call centerit në Tiranë, ku dyshohet për mashtrim të qytetarëve europian.